Kuksi ka vendosur të ndryshojë trajnerin së datë e parazitit, teksa në lidhje me këtë vendim ka folur administratori i klubit të Kuksit, Florian Biba. Në një intervistë për Panorama Sport, Biba foli për trajnerin e ri që mund të marrë drejtimin e Kuksit, si do ndal tek skuadra dhe merkato e mundshme, pavarësisht se janari është ende larg. Problemi qëndron që në Shqipëri në këto pak vite pak që po merren me drejtimin e klubit, shumica e trajnerëve si shqiptarët e huaj, pa përmendur emra, ka një mentalitet në këndvështrimin tip të gabuar. Domethënë pretendojnë se të punojnë një orë e gjysmë në ditë dhe të paguhen sa 3, 4 apo 5 fishi e një punojësi normal në Shqipëri. Unë jam kundër kësaj politike, të ne trajnerët duhet të punojë 8 orë në ditë, në mos edhe më shumë, sepse ka një përgjegjësi maksimale për sa i përket të gjitha fondeve dhe të gjitha shpenzimeve tona. Këtu vinë nga ana personale. Këtu është pak e vështirë kjo pjesë dhe shumë e vështirë që të gjesh cilësinë në trajnerët shqiptar, por edhe të huaj që vinë në Shqipëri mos e keq kuptoni për pasaport, tha ai. Drejtimi i ekipit të Sedat të Parazitit i ofruar gjatë verës i ka zgjatur vetëm 5 javë kampionat në drejtimin e Berlindorëve, duke regjistruar 1 fitore, 1 barazim dhe 3 humbje. Humbja e fundit ajo ndaj Përgadesit me shifra 3-1 solli edhe vendimin e planeve për të ndarë rrugët mes tyre, teksa Berlindor tani ka nisur kërkimin për një emër të ri që të ulet në pankinën e tyre.